Janë të qofë që din, se prej kuj ka ardhë. Të s'kan mese, janë kanë 8 dhe të sa. Për afërsisht një 6-7 2-3 I kem graposë aty me padrum. Po bat java, alla dit. Thonë që ka dalë smunje, e do të azeshohen a që thonë. Jo, as kam ble, as kam shit, as kurrisa në botë. Dele ka konti vetat e vata këta, po jo se kanë pas kontakt. Sa dëmë të në gjithë sa dush, po kam I jetë me ta. Me shtua me I ba. Një 10 milion, 15 milion. Po I ikin cinza, I ikin berra, I iku tamële, I iku gjithë shka. Që të të bëjmë rapat, në shpi. Jo. Për pa I desinfektua venin e po ashtu. Sot jam 60 vjeç, jam me probleme, jam gjithë njerit në. Që kërkaj, vetëm me kanë me dëmë të shpërblyje. Kana janë me matrikull. O kam vu matrikullin dhe me këse pa aplikoj që thonë, ta sot krejnë si për merë dhe shka prej shtetit e ashtu, doli s'munje të, që me bo. Atëherë me marrë informacionin nga veterinerët, kena ba të mundur ardhin në vendin Mali Gjyntit, ku është edhe shfaqe dhe smunja, pakten si mas informacioni ose në bazë të dyshimeve, janë marrë masa të krejt e para janë zgjyssu, është marrë fadroma e bashkisë, është hap një grupe e caktume prej njësisë vendore dhe komunitetit tu, dhe është bazë gjësimi. është kanë hera parë, edhe hera dytë po të njëjtën tuf, kanë ndodhur disa mordje të njëjtave, po gjithashtu është bën aty gruposja aty, të shpresim nga institucionet përkatëse se marrjen e masave ndoshta është e mundur edhe për gjësimin e tufës. Momentalisht është vetëm ky rast I shfaqur, por dyshime mundet të pas, se mundet të pas edhe në fshatra tjera. Jo se ka shumë, po dyshohet se mund të ketë edhe në fshatra tjera. Të shpresim konkluzionet e veterinerëve që do të bëjnë ata inspektimet e tyre. Është mase normale, në bazë të zbatimit të legjislacionit në fuqi, mendohet që kjo zonë do të kalojë në karantinë sipas procedurave ose standardeve ligjore.